Po në fakt, ky hajvani me sa duket, sipas Edi Ramës, gjen deshka në çdo departament dhe në fund fare mbaka dhe zyrën e presidentit të Amerikës, sepse ky paralajmërim Edi Ramës dhe ky cilësim për Shqipërinë ka ardhur në të gjitha format dhe nga të gjitha nivelet e administratës dhe vetë dora e presidentit Trump. Ka ardhur përmes rezolutave që janë miratuar në kuadër të partive të djathta, përfshirë në IDU që u bë vitin në fillim të këtij viti dhe në fund të vitit në Washington, ku u tha qartë që Shqipëria është në gjendjen e një narkoshteti ku zgjedhjet vidhen dhe ku shteti bashkëvepron, jo vetëm është bërë një shpartia me shtetin, por shteti bashkëvepron me krimin organizuar. Ky ishte paralajmërimi i parë që mori Edi Rama. Më pas ne kemi raportet e Departamentit Shtetit, kemi raportin e Dhomës Amerikane të Tregtisë, kemi raportit për narkotikët, kemi qëndrimet që kanë ardhur përmes ambasadës amerikane këtu, në çdo takim që ka zhvilluar. Kemi më së fundmi aktin që nënshkroi presidenti Trump dhe që është tashmë ligj në fuqi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, akti kombëtar të mbrojtjes, që e vendos Shqipërinë në luftë për probleme të rënda që lidhen jo vetëm me trafikun e drogës për cilin ai është në bashkim të rreptë, sepse kemi dhe zyrën e DEA sot në Shqipëri, por edhe për abuzimet e rënda që janë bërë me parat, me taksa parat e shqiptarëve, por dhe me parat e dhuruara me shumë bujari nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kështu që Edi Rama nuk do mund t'i shpëtoj lupës amerikane, qoftë për fondet, për abuzimin me fondet e Akshit, duke vënë në rrezik jo vetëm sigurinë kombëtare shqiptare, por dhe sigurinë ndërkombëtare, sepse ka cënuar sigurinë edhe të NATO-s, por sipas aktit kombëtar të mbrojtjes të firmosur nga Trump me datën 18 dhjetor, ky konsiderohet edhe një akt i cënimit të sigurisë kombëtare amerikane. Dhe ai e di që pas këtyre raporteve kaq të rënda që vijnë nga Shqipëria do të ketë penalizime, siç i përmban dhe ky akt i shndruar në ligj, pasi brenda 90 ditëve presidenti i Amerikës do të marrë dhe masa që shkojnë deri në sanksione shumë të rënda dhe shënjestrojnë vende, individ apo organizata të cilat veprojnë dhe bëjnë veprime që bien ndesh me interesat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të cilat Shqipëria i ka cënuar në të gjitha format dhe me të gjitha mënyrat. Dhe po ashtu mbrojtësi i Edi Ramës deri dje, Alex Soros apo George Soros nuk ndodhet më në pozitat që gjendej deri përpara fitores së Trump, kështu që ai e di shumë mirë që pozita e tij ka ndryshuar, ka bërë atë kapërcimin e Ylberit, nëse mund ta themi kështu, pra ka kaluar nga McGonigal dhe Soros, tashmë është në trajektoren edhe në lupën e presidentit Trump. Kështu që Edi Rama e di shumë mirë, për shembull, sigurisht ai ndjek me shumë vëmendje se çfarë po ndodh në luftën kundër drogës që Trump ka shpallur botërisht, duke i shpallur kartelet e drogës edhe si organizata terroriste. Jo më larg se sa dje dhe pardje, Trump ndërmori një tjetër sulm me dron ndaj karteleve të drogës në Venezuelë, kështu që është shumë e qartë qasja që ka ai ndaj këtij fenomeni dhe për Ballkanin Perëndimor është po ashtu shumë e qartë që vëmendja e tij nuk është zhvendosur si kundër u paralajmëruar, përkundrazi, vazhdon të qëndrojë në Ballkan. Dhe në Ballkan kjo vëmendje është e përqendruar aty ku cënohen interesat amerikane dhe për të ruajtur këto interesa të paprekshme. Edi Rama i ka prekur këto interesa në të gjitha formatash, edhe përmes ndërtimit të narkoshtetit, edhe përmes minimit të demokracisë, edhe përmes cënimit të infrastrukturës kibernetike, edhe përmes cënimit të infrastrukturës energjetike, që konsiderohet pjesë e infrastrukturës strategjike për të gjithë për çdo vend të Ballkanit, të Europës, e tjerë për gjithë botën praktikisht. Kështu që ai di shumë mirë që këto të mbledhura së bashku do të çndrojnë në një ortek shumë të madh mbi këtë